Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është zemra e papërlyer e Marisë Virgjër. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyj maja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O zonjë lavdi plote, e larta përmbyje, atë që të krijoi me urti, me xhirin shenjtë ushqeve. Çka Eva e mirë na hoqi, ti na kthen nëpërmjet birit, dyer qiellore i hap, i lëshon në qiell të mirët. Ti dera e mbretit të lartë, porta e shkëlqyer e dritës, jetën në dhënë me anë të Virgjërës, popull të shpëtuar brohoritni. Atit e shpirtit dhe birit tënd i qoft lavdia, që ty me robë të nurshme, hire të kanë rrethuar. Amen. Antifona e parë. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsiatur fjalët e tua, o Zot. Psalmi 119, pjesa e 19 e psalmit. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras, o Zot, më dëgjo dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje dhe më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohe me të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsiatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë dije keqës, janë larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsiatur fjalët e tua, o Zot. Antifona e dytë. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga marrë nga libri i Daljes, kapitulli 15, him fitoreje për kalimin e detit të Kuq. Le t'i këndojmë Zotit sepse mrekullisht nga dhënjeu. Kale kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Është hyji i Atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund. Jahve emrin e ka. Qere ushtri të faraonit. Në det i plandosi. Me frymin e thelkrimit tënd ujërat u bashkuan, pend u bën valët shkumuese. Thellësit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku. I sulem pas, do ta zë, do ta ndaj pren. Shpirti do të më ngopët. Do të vringolloj shpatën, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti i mbuloj. U zhduken si plumbi në ujërat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër zota, o Zot? Kush është si ti i madhërueshëm në shetëri? I tmerrshëm dhe i lavdishëm. Që bën mrekulli? Ti i shtrive dorën. Toka i përpiu. Hiri të përcolli këtë popull që ti e shpërbleve. I prin me fuqinë tënde në banesën tënde të shenjtë. Do ta shtish dhe do ta mbjellësh. Në malin e trashëgimit tënd, në banesën tënde të përhershme. Që ti vete përgatite, o Zot. Shenjtrore, o Zot, me duart të tua të përftuar. Zoti do të sundoj. Për gjithmonë e motë të jetës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona e tretë. Lavdërojini Zotin u kombe të gjitha. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojini Zotin u kombe të gjitha. Madhërojini së bashku o popull të gjithë.
Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdia Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër krahaso librin e Isais profet kapitulli 61 rreshti 10. Me gëzim të madh gëzohem në Zotin, shpirti im galdon në hyin tim, sepse më veshi me petkat e gëzimit, ai më mbuloi me leshnik të drejtësisë, por si dhëndër të stolisur me kez, por si nuse me argjendari e stolisur. përgjigje e shkurtër. Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu. Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu, Në tendën e vet të bëri të banosh. dhe të parapëlqeu. Lavdia Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Për shkak të Evës u mbyll dera e qiellit, hapet për ne nëpërmjet Marisë, nënës së Zotit. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shejtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për të vënë dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes. Lavdia Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shkak të Evës u mbyll dera e qiellit, hapet për ne nëpërmjet Marisë, nënës së Zotit. Lutjet e besimtarve. Ta lëvdojmë shëlbuesin ton, i cili u detnjua të lind prej Virgjërës Mari, dhe t'ja drejtojmë lutjen ton. Për Marin hirplote, dëgjoje lutjen tonë. Fjale e amshuar, Marinës zgjodhë që të jetë arka e pashkatrueshme e pranisate në mesin ton. Lirona nga shkatrueshmëria dhe njollosja e mëkatit. Për Marin hirplote, dëgjoje lutjen tonë. Shëlbuesi ynë, që Marin Virgjër e bëre tempull të denjë të Shpirtit Shenjtë. Na bëj edhe ne tempull të gjallë të shpirtit tënd. Për Marin hirplote, dëgjoje lutjen tonë. Mbreti mbretërve, deshe që nëna jote të ngjitet në qiell me trup dhe shpirt. Drejtoj edhe dëshirat tona ka Jeruzalemi qiellor. Për Marin hirplote, dëgjoje lutjen tonë. Zotruesi qiellit dhe i tokës, Marin e caktove si mbretëresh në të djathtën tënde. Na bëj edhe ne pjesëmarrës në trashëgimin e shenjtërve. Për Marin hirplote, dëgjoje lutjen tonë. Aty ynë që je në qiell u shenjë trofte e mryt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy që ke përgatitur një banesë të denjë për Shpirtin Shenjtë në zemër të së lumës Virgjër Mari, me ndërmjetësinë e saj, bëj që edhe ne besimtar të tu, të jemi tempull i gjallë i lavdisate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.